Rezultatet e arritura në kuadër të javës 22 në ligën e parë të futbollit të Maqedonisë. Për të vazhduar më pas edhe me tabelën, ja ku kemi Renova Rabotnički 3-1, Vardari Bregalnica 3-0, Drita është mundur nga Metalurgu 1-2, Sileksi humb 2-3 në shtëpi nga Shkëndia, 2-2 ka përfunduar sfida Horizont Turnova Pelisteri, ndërsa Teteksi merr fitore minimale 1-0 përballë Napredokut. Në renditjen tabelare udhëheq skuadra e Vardarit me 45 pikë, 5 më shumë se Horizonti në vendin e dytë, vendi i tretë është për Metalurgu me 38, pason Napredoku me 35 në vendin e katërt, Shkëndia është e pesta me 32 pikë, Renova në vendin e 6 me 31 pikë, Rabotnički është i 7 me 30, Bregalnica në të vendin e 8 me 28 pikë, i 9 është Pelisteri me 25 pikë, Drita është e 10 tani me 24 pikë, para dy skuadrave të fundit në rënditje dhe më të rrezikuara për momentin për rënje nga kategoria e parë, Sileksi me 18 dhe skuadra e Teteksit me 16 pikë të tubuara. Gjithsesi ka përfunduar java e 22, rrethi i tretë nis me njëherë të mërkurën, në të cilën ka disa takime interesante, ja shohim çiftet. Vardari Rabotnički, Horizont Turnova Bregalnica, Metalurgu takon me Pelisterin, Napredoku do të jetë sfidues i radhës i Dritës, Shkëndia pret përsëri Sileksin kësaj radhe në Tetov, e në ndërkohë Renova përballet me skuadrën e Teteksit. Novski 22 gjiro, si e komentoni rënditjen momentale në tabel? Ka përfunduar pra dhe rrethi i dytë. Според почетокот на оваа сезона од фудбалскиот шампионат на нашата земја требаше да се претпостави дека Вардар ќе биде на врвот. Можеби за мене мало изненадување што Металург не е тука некаде веднаш зад Вардар, а од оние екипи што позитивно ме изненадија секако се Хоризонт Турново и Напредок, кои се меѓу првите 5 екипи на табелата. Можеби очекував Вардар и Металург да бидат еден до друг. Металург загуби неколку надпревари, сосема неочекувани, па оттаму и заостанува 7 бодови зад Вардар, но во секој случај преостанатите 11 кола нудат неизвестност во домашниот шампионат. Очекувам дека и Вардар со уште еден кикс можеби ќе го направи првенството поинтересно. Веќе во среда има еден интересен дуел против Работнички, каде што однапред не може да се предвиди која екипа може да победи, но во секој случај табелата е сосема реално ја покажува сликата во домашниот фудбал, иако ќе кажам дека има екипи кои можеби треба да бидат место 2 погоре, како Работнички, кој има дефинитивно добар тим, па ова негово 7-мо место за сега е по мене едно негативно изненадување. Kur përmendet skuadra që kanë befasuar duke përfshirë Horizontin Napredokun, sigurisht përpara gjysmës sezonit, para se të nisë gjysmës sezoni pranveror, aty bënte pjesë edhe skuadra e Dritës, debutuese në ligën e parë, një paraqitje solide do kisha thënë në vjesht, por ne bi disa rezultate negative, s'ka fitore në pranver dhe Drita tani më sheh veten në balotazh. Them sinqerisht, futbolli do çdo herë, do të thënë, gjitha ato para përgatitjet për që ekipi të ketë, do të thënë, rezultate të mira, kishte një atmosferë çik më ndryshe në atë 6 mujorin e parë, edhe do jem kështu i real, do them se kemi pasur një ekip më solid se që kemi tani. Ndodhen disa lëvizje në ekip për mua të papritura, dhe në fund doli fakti që ne gjindemi disi më rënd në këtë pjesë të kampionatit. Në 6 mujorin e parë dhe vetbesimi ishte më ndryshe, ekipi luante më i konsoliduar. Mirë po përsëri tregojmë se mbase nuk jemi ekip edhe aq stabil, pasi që pas disa humbjeve nuk mund të merremi dhe të kthehemi fitoreve, pasi mendoj se me një fitore apo dy ne do jeshim në një gjendje krejtësisht tjetër. Fal atyre rezultateve të 6 mujorit parë, ndoshta na ndihmojnë që tani të paktën mos jemi të këta 2 ekipet e fundit. Mirë po mendoj se është koha që Drita fillon të fitojë ndonjë ndeshje për të larguar të paktën nga ramja direkte, nga kategoria. Kisha ambicie tjera, të them drejtën, në 6 mujorin e parë, mirë po tashi duhet përballemi me realitetin dhe të paktën fillimisht t'i largohemi kësaj pozite. Ka qenë
dhe me thënë nuk ka qenë pikpyetje se Renova edhe Rabotnički do largohen nga ajo zonë, se ata ishin pas neve në 6 mujorin e parë. Ato i bën lëvizjet e dura për mua, edhe Rabotnički edhe Renova, dhe tani vazhdojnë të bëjnë rezultate. Dhe mendoj se Drita dhe Pelisteri do jenë ata të cilët mbase ndoshta edhe Bregalnica për balotazh. Ajo, ndërsa ekipi sipas jush është më i dobët, gjëja më e mirë që keni në dallim me vjeshtën përfundimisht janë fanellat e reja sportive të skuadrës së Dritës. Muzafer, një fitore e djeshme jep një impuls të ri skuadrës së Shkëndijës. Filluat dobët, humbja me Renovën në derbin e qytetit, debakël nga Vardari, më pas dal nga dal rikthej, por dje treguat edhe karakter. Do të thotë që Shkëndija rikthehet fuqishëm në tentimin e saj për të kapur pozitat e Europës? Po, sa i përket rezultateve të 6 mujorit të parë, mund të them që këtë gjysmë sezon ose 6 mujor e filluan pak si më dobët. Dy ndeshjet e para, 2 humbje, kështu që dal nga dal fillojmë të marrim vetveten, të mobilizohemi, të kthehemi, të ngjajmë në ekipit të vërtet. Mendoj që kemi shanse gjasa që të arrijmë që së paku të dalim në Evropë, por do të jetë shumë rënd, kështu që si na Predoku, si Metallurgu kanë ekip të mirë. Besoj që kur do të vinë ndeshje direkte me të dy ekipet, si me Metallurgun ashtu edhe me na Predokun, duhet të vendosim që t'ja dalim, që t'jemi fititar, që së paku të arrijmë Evropën. Kampionati apo kupa? Shkëndija kërkon Evropën në të dyja drejtimet? Po, në qoftë se shikojmë anën cila është më e lehtë, unë do të kisha thënë që kupa për momentin është më lehtë, ana më e lehtë që të arrijmë që të dalim në Evropë. Po, ke një Vardar në gjysmëfinale përballë. Mund të them që edhe Vardari nuk është i gjithfuqishëm. Kemi ekip të mirë që mund t'i dalim përballë Vardarit. Jonovski, si e shifni luftën për mbjetesë? Ka shpresë për Sileksin dhe Teteksin? Silex и Тетекс многу заостануваат кога ќе се погледне по 22 кола табелата во однос на Брегалница, Пелистер и на Дрита. Иако 6 бодови не се ништо, тоа се 2 надпревара, сепак мислам дека многу тешко Silex и Тетекс ќе го избегнат директното испаѓање од најквалитетната наша лига и ќе се најдат меѓу оние две екипи што ќе играат бараш дуел. Во фудбалот се е можно дефинитивно, но мислам дека за Тетекс е можеби клучниот надпревар сега во среда против Ренова, затоа што доколку тетовци сакаат да се борат барем до оние позиции што обезбедуваат бараш, на овој надпревар едноставно мора да победат. Пораз во мечот со Ренова ќе значи по мене и многу оддалечување од позициите што обезбедуваат бараш, што значи 9-тото и 10-тото место, додека Силекс по триумфот над Дрита во почетокот од продолжението на шампионатот, очекував дека можеби ќе направи некаква серија и ќе се одлепи, но како одминува времето, очигледно дека и Силекс се наоѓа во криза, особено тешко ќе им падне овој пораз од Шкендија на домашен терен. Можеби ќе се обидат во таборот на Силекс да ги вратат бодовите сега во Тетово, што лично не верувам, затоа што сепак и Шкендија има своји планови, своји сметки, сигурно ќе сакаат фудбалерите на Шкендија додат место 2 погоре да обезбедат излез во Европа. Не би дукај që skuadra e përmendet edhe vetë kërkon sukses në vjesht për shtypja globale, se disi djelmoshat ishin më të motivuar për herë të parë në ligën e parë, një pjesë e tyre mbase pjesa më e madhe kishin luajtur. Është pak e palejuar që të bjerë ajo tempoja e intensitetit, domethënë tek skuadra, duket është e qartë. Unë do e them një diçka. Në ekipin e Dritës ka lojtar kualitativ, të cilët mund të tregojnë ndeshje kualitative dhe të bëjnë rezultate. Pa mos i lënë anësh, domethënë edhe lojtarët tjerë, të cilët lojtarët e ri dhe lojtarët të cilët tani kyçen, domethënë në kategorinë e parë dhe i shohën presionet e para, këto impresionet e para nga ky garim. Mirë po, për fat keq që nga momenti kur i kemi filluar këto përgatitje, nuk kemi pasur pak të një ndeshje në një teren kështu më kualitativ. Duhet të ishit adoptuar më? Përkundrazi, unë mendoj se
personalisht për mua nuk mund t'jap më të mirën në terene të këqija si ai i djeshmi, pasi që mënyra e lojës time është e tillë, ku duhet të kem kontakte shumë me topin. Në një teren të tillë nuk të lejohet bëhet një gjë e tillë. Kemi lojtarë të tjerë, mos përmendi me emra, edhe Stankovski, i cili ti nevojitet tereni mirë për të kaluar me driblimet e tij edhe të bëj atë e përsin kështu për brenda ekipit. Dhe kjo për mua ka qenë çelësi kryesor, mbase edhe do e shohim me kalimin e kohës nëse është aty problemi apo jo. Mbase mund paraqitet edhe ndonjë problem ku ta di unë te ngarkesës apo i mos përgatitjes fizike, dhe koha do e tregoj se ku është problemi. Pa marrë parasysh gjitha rrethanat, ne tentuam të adaptohemi në kushte të tilla, por fat keq ne s'kemi patur rastin edhe të bëjmë ndonjë stërviqje në terren të tillë, pasi që po të futesh në një terren të tillë e prishish fare dhe nuk mund të luhet as pak. Kështu që të gjitha rrethanat kanë qenë negative për ekipin tonë. Me kalimin e kohës, po që se rregullohen terrenet në një farë mënyrë, dhe unë besoj se në terrene më të mira ne do tregojmë edhe lojë shumë më kualitative. Edhe dash Zoti që të fillojmë marrim edhe pikët, se nuk mjafton ndonjëherë edhe të bësh lojë kualitative edhe të humbësh.